Ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Akademia Kroate e ka marrë zbulimin tim që kam nxjerrë në internet dhe e ka publikuar si zbulimin e saj. Bëhet fjalë për qytetin i lirë Apsaros. Unë kam deklaruar që do të thotë rrjedh që kthehet pas, që tërhiqet. E kam gjetur në Iliad kur trupat trojane tërhiqen në portat e qytetit dhe mbyllin ato porta për të mbrojtur nga Akejt. Tmer, Apsaros do thot tërheqje. Ilirët e kanë marrë këtë fjalë nga Iliada, siç marrin polakët emra nga Bibla dhe i bëjnë emrat e rrugëve dhe emrat e fshatrave nga që janë kristian. Edhe ilirët ishin të dashuruar me Iliadën, një lloj si Eleni Kocaqi, që përpiqet të shpjegojë fjalët e Iliadës me fjalë njerëkshë të shqipes. Një lloj dhe ilirët marrin fjalë nga Iliada dhe nga Odisea, më të shumtat, dhe i bëjnë emra qytetesh. Kjo nuk ka ndodhur në Greqi. Ka ndodhur vetëm në Kroaci, Shqipëri, Maltëzi, Kosovë, Bosnjë. Është kaq e papar dhe e pabesueshme. Qyteti i lirë Apsaros është quajtur nga vendasit osor. Gjithmonë shqiptarët i shkurtojnë fjalët. Kabalus, kal. Amicus, mik. Medicus, mjek. Apsaros, osor. Pastaj vijnë slavët dhe e pushtojnë. Ka 1000 qytete në Kroaci, Bosnjë, Serbi, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Maltëzi, që të gjitha janë me origjinë greke, mendoheshin me origjinë kelte, nga themeluesit e fjalorit indo-europian, por janë të pastra greke dhe është një greqishte që ka evoluar në Kroaci, që quhet greqishte ilirishte e pakuptueshme për grekët. Pse do thoni ju? Në gjuhën greke, kjo është Apsaros, me një r të fortë, dhe ilirët nuk dinin si ta shpjegonin këtë fjalë, nuk ja dinin as kuptimin, thjesht e kanë marrë nga Iliada dhe kanë bërë me njëra, Apsaros. Kjo është arsyeja që nuk ishte gjetur deri tani. Nuk kishte fjalë të tillë në asnjë dialekt grek. Pra ilirishtja ka evoluar si një degëzim helen, i shkëputur nga Hellada. E gjithë Iliria, i gjithë gadishulli ynë, që është Aimos, gadishulli i gjakut, përkthim i Fenikasve, Foinikion në Sarand, qyteti i gjakut, për shkak të një boje që ata nxirrin nga midhjet në ngjyrën e gjakut dhe përdori për rrobat perandorake. Ishte një bojë e shkëlqyer e ndezur, dhe që nuk hiqej. Prandaj ishte kaq e shtrenjtë. Shikoni vetë, se është për të qarë se çfarë zbulimi madhështor, që unë do kisha marrë me 10 dekorata, medalje. Duhet isha zgjedhur kryetari i Akademisë së Shkencave dhe duhet kisha ndaluar menjëherë punimet në të gjitha qendrat arkeologjike në Shqipëri. Vazhdojnë akoma këto punime. Janë që të gjitha qytete greke dhe Akademia jon ka mbledhur 200.000 pllaka në gjuhën ilire, që është greqishtja e ilirëve të veriut. Nuk është shqip. Të dashur shqiptar, kjo që shikoni në monitor është e frikshme, sepse tashmë grekët kanë marrë filmat e mi dhe i kanë përcaktuar me një saktësi matematike të gjitha emrat e qyteteve ilire, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Kroaci. Në bashkëpunim me amerikanët dhe spanjollët, çuditërisht, dhe jo anglezët dhe francezët dhe as gjermanët, pra bashkëpunim spanjollo-amerikan, janë përcaktuar të gjitha emrat e qyteteve ilire, duke u nisur thjesht nga filmat e mi. Atëherë rezulton që arkeologët spanjollë që kanë mësuar shqip dhe punojnë në Butrint, i kanë parë filmat e mi dhe me një saktësi të jashtëzakonshme kanë përcaktuar këtë qytet. Nuk e dinte njeri. Unë e kam zbuluar, e kam nxjerr, e kam botuar në Akademia.edu, e kam botuar edhe në YouTube si film. Pra ky është përforcimi asaj që kam thënë përpara. Apsaros shkurtohet nga shqiptarët në osor.
një lloj siç shkurtohet çdo emër i lashtë helen dhe latin në shqip. Vendasit nuk e kuptonin çdo thoshte ka kuptimin tërheqja e trupave trojane. Pra, Iliada është vepër greke, emrat aty janë grek, nuk janë shqiptar, për fat të keq. Jo vetëm kaq, por të gjithë këto ishuj quhen Apsyrides. Në ilirisht, në greqishtën e sotme është Apsirides ose Apsirides. Apsirides është një fjalë përkëdhelëse në greqisht, do të thotë bijt e qytetit Apsaros, fëmijët. Pra këto ishuj janë fëmijët. Shikoni se sa vendbanime ilire ka këtu. Me qindra. Lulëzuan ilirët në Kroaci, ka më shumë qytete ilire në Kroaci se sa qytete të lashta në Kinë. Ka mbi 1000 qytete në Kroaci, Bosnje, Serbi dhe Dardani dhe Maltëzi, shumë pak në Shqipëri. Në Shqipëri janë vetëm 80 qytete, ndërsa këtu janë mbi 1000, siç e shikoni. Është e frikshme. Kjo është e sigurt tashmë që ilirët flisnin një helenishte të çuditshme, krejt ndryshe nga helenishtja e Helladës. Tani t'ua tregoj se si është bërë ky zbulim. Ky zbulim ka dalë për herë të parë në enciklopedinë spanjolle, pastaj dhe atë holandeze dhe më në fund atë angleze. Viti është 2024. Nuk ekzistonte, siç e shikoni, para kësaj date ky zbulim. Do të thotë ujë që kthehet mbrapsht ose ushtria që tërhiqet. Pra, fjalë për fjalë do thotë Zbatic, qyteti i Zbaticës, Apsaros, por në greqisht kjo ishte me 2 r dhe shqiptoshte me një h në fund, Apsaros. Ndërsa ilirët nuk e shqiptonin dot kështu dhe shqiptonin Apsaros me një r. Kjo është e gjitha. Ky është emri i lirë. E shikoni? Është përmendur për herë të parë nga Ptolemeu në librin e tij Gjeografia. Është libri i dytë i tij, fragmenti i 6 dhe reshti i 18. Po ashtu është edhe në enciklopedinë e Bizantit i shpjeguar, shumë bukur. Pra, kemi burime të sigurta që Apsaros është emër i lirë që rrjedh nga greqishtja Apsaros me 2 r të forta. Zbulim madhështor që kam bërë unë, e kam nxjerr pra në vitin 2020, në 2024 futet në enciklopedinë spanjolle, franceze dhe bëhet zbulim botëror. Të dashur shqiptar, emri Apsaros është me një r të fortë greke dhe me një o të gjatë fundore, në ilirisht është me një o të shkurtër fundore dhe me një r të butë dhe jo të fortë. Në veprën e Odiseas, Apsaros me një o të gjatë ka kuptimin oqeani që tërhiqet, zbatica e oqeanit dhe që rrotullohet përreth tokës. Pra Homeri dinte që toka ishte e rrumbullakët, ndërsa Alfred Sako thot që toka është e sheshtë. Në veprën e Odiseas, oqeani që rrethon tokën quhet Apsaros, është epitet grek. Me një o të shkurtër ishte në Iliad, ushtria që tërhiqet, zbatica. Me një o të gjatë ka kuptimin zbatica e oqeanit, është emri i oqeanit tek Odisea. Dhe në Odisea thuhet që toka ishte rrumbullakët. Ju lutem lexoni Odisea në origjinal me fjalor, sepse është në dialektin jonik, i pakuptueshëm për grekët vet, prandaj ato se gjenin dot origjinën e fjalës Apsaros. E përsëris, me një o të gjatë, oqeani që tërhiqet, me një o të shkurtër, por me një r të fortë, ushtria që tërhiqet, me një r të butë dhe një o të shkurtër, Apsaros është qyteti i lirë osor në Kroaci, askujt s'do i shkonte mendja në botë, përveç meje. Dhe unë krejt papritur, pra i bëra këto zbulime duke parë monedat e Shkodrës, koinon Skodrinon, që do të thotë fjalë për fjalë bashkësia e shkodranëve, që në shqip do të ishte e shkodranëve, në greqisht është Skodrinon. Po ashtu, koinon Labiatan, në shqip do të ishte koineja e Labiatanëve, në greqisht është Labiatan, është gjinore shumës, edhe kjo, edhe Skodrinon, gjinore shumës.
emrit Skodrinos, do thot Shkodran. Ndërsa Labiatan vjen nga Labiates, banor pranë qytetit dhe liqenit Labeakus, liqeni i Shkodrës, kështu quhej. Pra është emër grek. Monedat janë greke, amfiteatri grek, aty shfaqej Sofokliu, Euripidi në origjinal. Recitoshin poemat e Homerit. Oqeani, që është një lum i madh që rrotullohet rreth tokës së rrombullakët. Ne themi që toka është e sheshtë. Kaq të çmendur jemi. Njerëzit besojnë që toka është e sheshtë, si e krijuan ata qytetin Apsaros, osori i sotëm në Kroaci. Kroatët janë të tmerruar dhe i kanë ndërprerë të gjitha punimet arkeologjike, po ashtu dhe në Serbi janë ndërprerë. Tmerri i filmave të mi ka kapur dhe ata, edhe ata janë në rrezik shumë të madh. Përse grekët nuk mburen për këto filma? Përse nuk i marrin ato vetë? Gjithmonë grekët këtë kanë bërë, edhe gjatë periudhës së Bizantit asnjë luftë nuk e kanë bërë vetë, vazhdimisht luftonin një grup rivalësh me rivalë të tjerë dhe i paguanin, duke marrë taksa nga ilirët e shkret. Pra bizantinët nuk kanë bërë vetë luftra, thjesht menaxhonin grupet rivale pranë kufive të perandorisë së tyre të lindjes, e cila fliste greqisht, këtë greqishtë që flasin grekërit sot. Ata na lanë neve të varemi vetë në litar, na dhanë litar ata, litari ishte Iliada dhe Odisea. Ilirët varën veten vetë dhe ne po varim veten vetë mbas ilirëve, kemi hequr pikën kufitare të Sarandës, të Dërmiut, të Shëngjinit, kryeministri ynë ka zhdukur kufirin me Greqinë. Shtetet Bashkuara e konsiderojnë tashmë Shqipërinë provincë greke, edhe Kosovën. Ja çfarë arritët ju me Elena Kocaqin, Neritan Cekën, Marin Memën. Bravo ju qoftë që po shpjegoni emrat grek me fjalë një rrokshe majmunore shqipe. Siç e pat edhe emri Apsaros, majmunët shqiptar e shkurtuan në osor të Arbanasit, gjyshit tan majmun, të cilët flasin një gjuhë neolatine, bijtë e latinishtes, një lloj si rumanishtja dhe italishtja. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe tani gjylja e madhe plasi në osor Apsaros. Dhe mua nuk më mbetet gjë tjetër vetëm se të qesh. S'kam më pse të qaj. Mbaroi filmi. Ilirët ishin grekët e veriut. Mirupafshim.